Në prolog hyn mëndesha e fëmijëve, ajo që ka sjell me vete me dhe nga Kolkida, nga dheu i saj, e njëjta që ka arritur dhe atë vetë. Pra, në prolog mëndesha mallkon ekspeditën e argonautëve në Kolkid, sepse ishte ajo që solli martesën e Medes me Jasonin. Pastaj krimi që bëri Medea kur u kthye në Jolk, duke bindur vajzat e Peliut, mbretit të atyshëm që ta vrisnin atë, gjë që solli mbetej dëbimin e familjes Medes dhe Jasonit prej Jolkut në Korint, ku jetojnë edhe tani. Flet pastaj për fatkeqësinë e dytë, braktisjen e Medes prej Jasonit, i cili tashmë jeton me vajzën e mbretit Korintit, Kreonit, dhe shpreh shqetësimin se mos zonja e saj, e tërbuar nga kjo tradhti, bën ndonjë vrasje për tu hakmar. Duke ditur për historinë kriminale të Medes, frika e mëndeshës nuk duket e pabazë. Mëtej hyn pedagogu, sklavi që kujdeset për fëmijët, dhe i rëfen mëndeshët atë që ka dëgjuar në treg. Kreoni, mbreti Korintit, ka ndërmend ta dëbojë Meden bashkë me fëmijët nga Korinti, dhe për më keq Jasoni s'duket të interesohet fare për fatin e tyre. Mëndesha, e terrorizuar, i lutet pedagogut t'i shoqëroj fëmijët brenda në shtëpi dhe t'i mbaj sa më larg nënës të tërbuar, sepse ka frikë mos tërbimin e saj e shfryn mbi ta. Së pari fjalët e mëndeshës paralajmërojnë pothuajse parathon të keqen që do të ndodhë, ndërkohë që fjalët e pedagogut e përforcojnë këtë paralajmërim. Së dyti, nga fjalët e të dyve, spektatori fillon të krijojë një portret krejt ndryshe të dikur heroit Jason, tashmë egoist, tradhtar, që nuk interesohet për familjen, për fëmijët e tij. Jo më kot bashkëkohësit e akuzonin Euripidit për deheroizimin e heronjve. Ndërkaq, nga prapaskena, nga brenda shtëpisë, dëgjohen frikshëm vajtimet dhe mallkimet e Medes. Unë e mjera do doja të vdes, fëmijë të mallkuar, u shofshi bashkë me atin, pluhur u bësh shtëpia.